Dhe me thonë qele zarve se ka pare. Edhe bile dhe qështu kam jalon titullin kër ta bëj shkëputin e kësaj video, se ndrysha video nuk likohet me titull lexo Koran. Apo kupton, ndërsa nëse jam ndaj titullin qele zarve se ka pare, kam i në gjallë kurejsh. Kam e dhez ma shumë. Kam e dhez ma shumë. Alhamdulillah. Po që ndërum, ne i tregim lidhe me leximin e Koranit diçka. A ki? Tregim. Po tash, ka të shumë. Ka të shumë. Po une, do i kisha veçu, ndoshta jo në formë direkte, po në formë indirekte. Leximi i Koranit është i kërkuar nga ana feje, nga ana fejes Allahut. Shpërfillja. Shpërfillja. Mos me pas konsiderat është një gjë shumë mëkat i madh. Sa që i dërguar Allahut e ka pas ankesë në kohën e tij, edhe këtë ankesë Allah i madhruar e ka regjistruar në Kur'an, ku ka thënë një ditë i dërguar Allahut: Ja Rab, o Zot, inë qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, o Zot jam, vërtet këtë populli jam e ka marr librin tënd Kur'anin dhe ka hedh pas shpine. Nuk e kanë konsiderat. Nuk e ka numër 1 tek lista prioritet. Ka full përgjësi, edhe pse dietarët kur e kanë dhënë interpretimin dhe komentin këtij ajetit, kjo ka thënë shumë forma bëhet shpërfillje e Kuranit. Si bëhet? Mos leximi, mos kuptimi, mos zbatimi i saj, mos njoftja halal dhe haramit, mos me pasi konsiderat këtë libër kushtetut që është për të mirat e kësaj bote dhe bote tjetër. Nuk e merr si gjykatës Kur'anin për çdo sfidë, problem, bela të jetës tane. Këto janë format sikur se ti e ke shpërfill. E këtë kontekst do e përmendin një ngjarje për mi dhënë shije kësaj. Se vëllezër, ne më kanë që jetojmë shumë me Kur'an. E di se do të vjerë me atë nivel sikur që ka thënë atë fjalën Osmani radhiyallahu anhu, po ti kishmi zemra të shëndoshta të pastra, kur nuk do të ngofshmi nga Kurani. Po ne kena smundje në zemrat tonë. Anon zemra jon dikun tjetër. Atë po ti kishmi të pastërta, kur do të ngopësh? Kënaqësi e madhe me komuniku me Allahun. Imagjino ti me komuniku me një njeri i cili ka famë dhe autoritet. Ty je në fund të asaj bisedës, komunikimit, a ditë do të jetë dita më e këndshme e jetës tone. Saqë do ta përshkruash ndoshta me shkrimet e tua në rrjetet sociale, kemi apërcë dhe manifestu tjerëve. Tash një krahasim shkurt. Po komunikimi me Allahun xhaleshanu. Andaj shpërfilla vetëm se ti nuk ke simpati dhe dashuri ndaj Allahut xhaleshanu. Në këtë kontekst, ne kur ta lexojmë fjalën e Allahut, ne duhet ta perceptojmë sikur se mesazh nga Allahu po na vjen. Çdo porosi, çdo urdhër, çdo fjalim, çdo këshill në vete duhet ne ta perceptojmë si mesazh nga Allahu xhaleshanu. Tregohet një ngjarje këtë kontekst do e përmeni. Se si një bab i ka pas disa fëmijë në gyrbet. Edhe ka pas nevojë her pas here për një farë ndihme për kraje. Edhe çka ndodh, edhe her pas here, kur i ka treguar hallin se çfarë problemi ka, djali ka dërguar zarf, në të cilën në këtë zarf ka përmbajt edhe disa pare. Kur i ka ardhur zarfi tek shtëpia, e ka lexuar thotë zarfin e ki nga djali jot. Mirë po kjo kur nuk e madhron djalin dhe nuk ka shpreh dashuri dhe simpati, e ka marrë zarfin vetëm se e ka hedh. E ka marrë, e ka hedh. S'di se është anku se kam nevojë për ndihmë materiale, djali i ka dërgu 2 apo 3 herë thuhet, ka dërgu zarfe, i ka ardhur tek shtëpia, e ka lexuar vetëm atë faqen e parë dhe ka hedh. Pas 3 herë ndodh tek shtëpia, nana i vdek. Pas i vdek nana, e çon edhe njëri thotë, nana ka ndruar jetë. Thotë unë s'di se kam dërguar se kam nevojë për nevojë materiale, i po ti sikur disi nuk e ke pas në konsiderat. Kthehet prej atje dhe tek shtëpia. Po ta babët kam sjellur në 3 zarfe. Thotë kjo si e po thjesht. E kanë lexuar vetëm faqen e parë se nga djali i dashuri, po ta e këllumtuar fell mrena, a e kish palos mrena me shiku çka ka mrena, çfarë pelle ka, çfarë mëgrate? Jo. Ku shkon me shiku? E shikon parë. Pastaj fillon të vajtohet ku kate, po dhe këti i bjen ai mesazh, thotë subhanallah,
në shtëpi tonë i kena librat, po kur nuk i hapin dhe nuk i qasme. Nuk i qelmi. Nëse i qelmi, po nëse lexojmi, po se nëse nalmi një qas, shkëputmi nga jetë e kësaj dunjahës. Ajo që ka neve na ka helmu, qoftë rrjetet sociale, qoftë familja, qoftë shoqëria, qoftë miki, qoftë jeta dinamike që janë bo toksina tjetës, më konë që shkaputmi edhe vetëm fokusohemi, kishme me gjetë perla. Edhe ti ta kishe shfletu mirë. Kështu ne duhet ta kemi konsiderat librin e Allahut Kuranit. A vetë bëhet diçka i dashur, a vetë fitojmë mrena, zbërthejmi, ti kapmi gjonat në palc, e kur ti kapmi në palc gjonat, atëherë ka mas pasuje. Po me sa duket ka njerë dhe me vedije na nuk i qasmi Kuranit në këtë drejtim, në thelb. A dini pse? Se dimi se nëse i qasmi, ne duhet me ndryshu gjendja jonë. Ne sikur se jemi të kënaqur me këtë gjendjen. Ne pastaj duhet mu konvertu prej asoj gjendjes të vjetër avazin me një avaz më ndryshe. Pse? Atër du me pas atë gjendë për ditë që ti ka një orë e gjysmë, du të bja ba vetës obligim të lexosh. Sikur se ti je pajtu para kohës, unë kjo është forma më mirë, po nuk mund t'ja dal edhe pajtohem. Andaj duhet me pas me këtë kënd, me këtë qasje, leximin, shfletimin, meditimin dhe uljen me Kur'anin, librin e Allahut. Dhe me thonë qele zarve se ka pare. Edhe bile dhe qështu kam jalon titullin kër ta bëj shkaputin e kësaj video, se ndrysha video nuk likohet me titull Lexo Kur'an. Apo kupton, ndërsa nëse jam nëjë titullin qele zarve se ka pare, kam i në gjallë kurejsh. Kam e dhezë më shumë. Kam e dhezë më shumë. Alhamdulillah.